Mimra shikues të emisionit Doktor Plus, kënaqësi të takojmë sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për disa tema mjaft interesante, duke filluar që nga qasja e lehtë e adoleshentëve në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, për të informuar më shumë rreth edukimit seksual e deri tek abortet. Për të diskutuar për këtë temë, kam kënaqësinë takim në studio ginekologun Berat Krasniqi. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit shumë për hapësirën edhe kohën edhe ftesën që na keni bërë. Besoj që do të mundohem të japim informacionet të nevojshme edhe më cilësore për gjithë dëgjuesit juaj. Doktor, penisi me një temë e cila po duket kogja shqetësuese. Adoleshentët dhe moshat e reja po marrin informacione rreth marrëdhënieve seksuale në rrjetet sociale, po pikërisht në TikTok. Si e komentoni ju këto dhe çfarë pasoja mendoni që mund të ketë? Sot, do të thonë në botën digjitale, të rinjt kanë shumë qasje të lehtë, do të thonë në rrjetet sociale. Pothuajse në të gjitha rrjetet sociale pa limit. E sidomos në pjesën e TikTokut, e cila faktikisht ju ka jep mundësi shumë më të mëdha me video të shkurta, domethënë dhe informacione të njëpasnjëshme, të cilat favorizojnë varësisht se çka ti klikon, domethënë atë fushë. Megjithatë, informacionet në një aspekt mund të jenë të dobishme për faktin që këto informacione e thejnë pak tabu në informatave, të cilat faktikisht të rinj nuk arrin me i marrë qoftë në institucione shkollore, arsimore, dhe sepse nuk ka lëndë të caktuar, domethënë për edukim seksual të rinjve. Andaj kjo mund të thejë tabun dhe marrë informacion. Megjithatë, e ka rrezikun e vet në anën tjetër, sepse këto informacione shumë shpesh mund të jenë edhe të pasakta, edhe mund të jenë edhe të një anshme për faktin që varësisht nga problematika ose shqetësimet që mund t'i kenë pas, dhanë informatat e njëanshme dhe ato mund të mirën si të bazume edhe si të faktume, domethënë nga të rinjt të cilat nuk kanë informata të sakta. Dhe kjo normalisht do të ishte shumë e përshtatshme sikur këto informata të jepen nga profesionistë shëndetësor, profesionistë arsimor, domethënë të cilët faktikisht japin informata të besueshme në lidhje me edukimin seksual, domethënë edhe normalisht këtë çështje mund ta bëjnë edhe psikologët, edhe ginekologët edhe çdo kush tjetër, i cili ka informata të sakta dhe që në fakt është i thirrur për në lidhje me atë fushë, domethënë caktuar. A mendoni që ju thatë edhe që po e gjejnë më lehtë pra qasjen në digitalizim se sa me bisedu me ndonjë psikolog? Pse po ndodh kjo? Pse e kanë atë hezitimin? Në fakt është pak më tërheqëse, më atraktive. Marrja e informatave është informacioni shpejt që mund ta marrim dhe ekziston edhe stigma, cilët faktikisht nuk duhen me pas qasje me psikologun, dhe stigmatizimi pastaj i bën ata mundi edhe më keq edhe gjithë të rit e kanë ende ekziston kjo tabu për marrje informatave të sakta në lidhje me këtë problematikë. Andaj edhe unë mendoj që është mirë të institucionalizohet një gjë e tillë, domethënë sa përket edukimit seksual të rive, e them të institucionalizohet në aspektin e ristrukturimit edhe strukturimit të një grupacioni të caktuar duke ndërlidhur mesimdhënësit, prindërit edhe profesionistë shëndetësor. Domethënë edhe kur bëhet një trekonsh i tillë, atë normalisht që do të ishte një informacion i saktë, i besueshëm, ku edhe të rit ato informacion që e marrin do ta marrin shumë të besueshme, sepse sot në platformën TikTok informatat janë të shpejta, ka informacione mund të vendosë çdo njeri dhe aq mirë koordinohen informatat saqë vërtet duken edhe informatat e pasakta sikur të sakta. Dhe normalisht që ajo mandej është mjaft e dëmshme për të rit, domethënë në këtë aspekt. Në anën tjetër, vërtet të rit ton i mungon edukata seksuale. I mungon edukata seksuale në faktin se ne e vrejmë si profesionistë fushës, sepse vinë dhe nuk kanë informata shumë të pakta, flasë edhe për çiftet e reja që vinë për me planifiku ndoshta një shëzani, dhe normalisht që nuk kanë informata rreth ciklit menstrual, asnjëherë të rit vajzat e reja nuk harrojnë të mendojnë kur e kanë pas ditën e parë të ciklit menstrual, gjë që unë mendoj që është një informat mjaft e rëndësishme dhe ju them të gjitha vajzave që të paktën secila sot ka një smartphone që mund ta etiketoj si datë
ose kemi edhe aplikacione telefonike të cilat munden me marrë dhe me korrigju normalisht kur është data e ciklit, kur planifikohet marrë cikli i radhës, dhe të kenë informata se është edhe një farë forme edukat edhe kultur me ditën e parë ciklit menstrual edhe rrjedhën që shkon cikli. Është shumë qenësore për atë vajzë, andaj sot e pyet vjen për vizitë dhe e pyet kur ka qenë cikli menstrual, nuk e din kur është cikli menstrual, e që në fakt kjo informat duhet të jetë e saktë. Mandej nuk e din kur ndodh, kur ka mundësi më mbrojt për shazanis, si bëhet për shazanive. Mandej nuk ka informata për rreziqet që mund sjellë, domethënë marrëdhënia seksuale e pambrojtur. Mandej rreziqet që mund sjellë edhe infeksionet e mundshme të cilat mund të transmetohen e që mund të jenë shkaktar mjaft rrezikshëm për shëndetin e asaj vajze. Pastaj normalisht që edhe në disa raste mosparaqitja apo vonisja e ciklit menstrual duhet me qenë mjaft shqetësuese. Nëse ndodh 2-3 muaj nuk ka cikël menstrual, atë normalisht duhet të kërkojnë ndihmën e mjekut, por kemi edhe raste kur sot fatmirësisht nanat e reja, tash pjesa më e madhe kanë një arsimim caktuar dhe normalisht që nëse vajza atyre ka arrit moshën 15 vjeçare dhe nuk është paraqit fare cikli, atë duhet të shfaqin shqetësim. Sepse duhet ta pyesin vajzën dhe të bashkëbisedojnë me vajzën e tyre që nga mosha 12 vjeçare. Mosha mesatare, paraqitet se cikli menstrual të vajzat është 12-12.5. Tash me rritjen e kushteve, me zhvillimin e kushteve, domethënë krijimin e kushteve më të mira socioekonomike në tërë botën, domethënë ka filluar me ra mosha pak. Domethënë është afru 12 dhe po afrohet edhe moshës 11 vjeçare. Megjithatë, nëse ka arrit moshën 15 vjeçare, nuk është paraqit fare cikli, nana duhet të shprehë shqetësimin dhe të paraqes më njëherë kërkesën për një vizitë mjekësore me shiku pse nuk ka ardhur. Mandej këto informata, domethënë të shpejta që i marrim mandej përmes platformave digjitale, siç e cekëm më lart, domethënë TikToku, janë edhe informata të cilat jepen gjithmonë ato që klikohen më shumë. Dhe normalisht jepen ato informata të cilat janë më shqetësuese edhe jo ato dhe secila vajzë që vjen sot me ato informata vjen mjaft të shqetësuar. Domethënë sepse e sheh veten, e gjen veten në disa prej informatave të cilat i merr nga platforma TikTok dhe normalisht që kur vjen thot në gjitha këto simptome unë e pisho këtu. Dhe tash normal që interneti e din atë gjithë që favorizon gjithmonë ato më ekstremet. Por normalisht për mos me arrit ato më ekstremet, ne duhet që në momentin që kemi shqetësime, domethënë të paraqisim shqetësimet, normalisht që unë apeloj të gjitha nanat që të flasin më tepër me vajzat e tyre dhe është informata edhe normalisht edukimi më i mirë që vjen prej edhe informata më të besueshme që mundet me i marr. Është nana, e cila faktikisht edhe ajo është më mirë të jetë më e lirë dhe të shfaqë shqetësimet dhe normalisht që me shfaqjen e shqetësimeve sa më herët edhe zgjidhja e tyre është më e lehtë. Po. Doktor, si po ndikon shtatzania tek moshat e reja dhe apo ka raste të shpeshta në vendin tonë? Ekzistojnë jo mjaft statistika, po megjithatë ne kemi raste ku lindjen moshën 14 vjeçare. Lindja e parë moshën 14 vjeçare dhe mandej lindja e teenagerëve që është shqetësuese në gjithë botën, domethënë që llogaritet lindjet nën moshën 19 vjeçare. Domethënë nuk ka shumë statistika të sakta rreth këtyre lindjeve, megjithatë në disa vite disa ulumtime që janë bërë, ka rrit numri deri në 200 raste, rreth 200-250 raste brenda vitit që kanë lindur në moshën 19 vjeçare. Që kanë lindur, domethënë konsiderohen si shazanit në moshën e re, domethënë të teenagerët, që në fakt ose moshën në adoleshencë, në fakt këto lindje paraqisin disa rreziqe. Në këto rreziqe normal që hin papjekuria organeve gjenitale femërore dhe në anën tjetër është edhe papjekuria dhe në aspektin e zhvillimit të karakterit, në aspektin profesional dhe në shumicën e rasteve kemi zhvillim jo të mjaftueshëm social të ajo vajzë ose nanë e re dhe
Këto probleme mandej lidhen mungesa e edukimit socioekonomik, që në fakt këto lidhen shumë me probleme që matutje për edukimin edhe të atyre fëmijëve që lindin të këto vajzat të reja. Megjithatë kemi numër që lindin në moshën 19 vjeçare. Mbase edhe përmendët në moshën 14 vjeçare, si e komentoni këtë rast kur ka lind një vajzë në moshën 14 vjeçare? Në fakt, lindja në moshë 3 në gjithmonë dhe lidhet nga ajo mungesa e informacioneve të mjaftueshme rreth edukimit, rreth mbrojtjes. Ne sot nuk marrëdhënie seksuale te moshat e reja fillon në moshë më të re se sa që ka filluar më herët. Edhe tash normal që këto nuk është e pamundur me i ndalu. Megjithatë duhet mungesa e edukatës seksuale, mungesa e mbrojtjes nga shazanitë e padëshirueshme, normalisht mundet me sjellë deri te kjo gjendje. Dhe normalisht që nuk është moshë e përshtatshme për atë shtatzan, për atë nanë që është bën në moshën 14 vjeçare, sepse në radhë të parë ajo rrezikon pak shëndetin e saj gjatë procesit lindjes. E dyta, edukimi i vetë nanës, nana vetë ka nevojë për edukat ende. Pastaj ajo duhet të rresë atë fëmijë dhe ta edukoj. Pastaj edhe në atë kontest ka shqetësime për një mos edukim të mjaftueshëm. Për këtë arsye gjithmonë një edukat seksuale e mirëfill, domethënë edhe institucionale, do të ishte mjaft e mirë dhe do t'i paksonte numrin e këtyre rasteve. Doktor, a bën ende kërkesat nga vajzat për rikthimin e virgjërisë? Kjo temë është mjaft delikate. Në fakt ka kërkesat e tilla, fatkeqësisht, dhe normalisht me ligjet ekzistente në Kosovë, kjo si procedurë është ndaluar. Edhe mendoj që është ndaluar në këtë ligjet e botës. Por megjithatë kjo gjë i shtyn shumë herë vajzat e reja, domethënë për shkak të presionit shoqëror që i dhon më shumë vlerë gjendjes fizike se sa asaj karakterit të asaj vajzën në këtë rast. Megjithatë mendoj që këto kërkesa janë ekzistojnë, por që janë shumë delikate dhe si temë është mjaft shqetësuese. Dhe në këtë kontest duhet ma tepër si shoqëri t'i dhëmë më rëndësi dinjitetit, karakterit dhe zhvillimit social të asaj vajze se sa gjendjes saj fizike. Megjithatë, liritë e secilit person janë absolute dhe secili ka të drejtë të bëj çfarë të dojë, domethënë me vetveten e vet. Andaj këto kufizime mendoj që janë shqetësuese edhe këto kërkesa janë bien pak a shumë ndesh. Bien ndesh, domethënë me gjendjen e përgjithshme. Megjithatë, vlerësimi, prapë them, që vlerësimi shoqëror duhet të vlerësohet gjendja domethënë e zhvillimit të karakterit, gjendja e saj sociale, se sa gjendja e saj fizike. Po kemi rënja apo ngritje të numrit të grave shtatzën apo mënoj në atë aspektin që mund të abortojnë? Shtatzani të padëshirueshme ka. Dhe një shtatzani e padëshirueshme vjen edhe si rezultat i pakujdesis që mund të ketë çiftet, sepse kemi edhe çifte që kanë shtatzani të padëshirueshme, pavarësisht që ato raste mund të jenë edhe të patume dhe thjesht. Megjithatë, ndërprerja e shtatzanisë deri në javën e 10 të shtatzanisë është e lejueshme me ligj. Dhe kjo leje që i bëhet sipas ligjit, domethënë secila nanë ka të drejtë të ndërprerë shtatzaninë deri në javën e 10 pa pas të drejtë të marrë leje nga askush. Domethënë ka të drejtë absolute të saj. Megjithatë, ekzistojnë disa rregullore në nene, domethënë që e rregullojnë këtë çështje, të cilat faktikisht ajo nanë e cila dëshiron të ndërprerë shtatzaninë duhet që fillimisht të paraqesë një kërkesë dhe normalisht të vlerësohet gjendja e përgjithshme. Mas vlerësimit jepet kohë 48 orë që të mendoj edhe një herë. Për faktin që shumë herë këto ndërprerje të shtatzanit vijnë edhe si rezultat i millefit që mund ta ketë për një moment të caktuar. Dhe në ndikimin, domethënë momental të millefit edhe stresit që mund ta ketë,
atëherë marrin vendime të padrejta dhe të gutshme, andaj ne gjithmonë i japim një hapësirë prej 4 detetorëve që të mendoj, domethënë në lidhje me këtë. Dhe nëse ajo me të vërtetë ka vendosur me ndërprej Shazanin, atëherë normalisht që mundet i lejohet që është si procedurë. Megjithatë, janë edhe disa kufizime të cilat nën moshën 18 vjeçare, normalisht që duhet pa aprovimin, domethënë e kujdestarit ligjor apo prindërve, nuk lejohet të bëhen ndërprerje Shazanis. Edhe nuk bëhet, në faktikisht, megjithatë, nëse është mbi moshën 18 vjeçare tutje, mund të marrë vendimin një grua pa pas nevojë me marrë lejen e askujt. Po tek ato aborte që bëhen ma vonë, muajin e 5, mund të themi 6-in, çfarë pasojash mund të kenë këto? Në fakt, deri në javën 22 është çdo ndërprerje Shazani konsiderohet abort. Mbi javën 22 konsiderohet lindje. Do të thonë mbi javën 22 që do të thotë 5 muaj e tutje, konsiderohet lindje dhe ajo nuk realizohet. Deri në 10 javë është e lejueshme. Mbi 10 javë është vetëm me indikacion mjekësor. A mund të kemë pasoja të... Po, gjithsesi, sa më e madhe Shazania dhe pasojat janë më të mëdha, megjithatë, deshta me thonë që çka nënkuptoj me indikacion mjekësor. Indikacion mjekësor mund të jetë anomalitë e frytit, gjendja shëndetësore jo e mirë e nënës, dhe në disa raste edhe aspekti socioekonomik. Mirë po, ky merret përballë shumë rrallë, vetëm në raste kur shihen që është gjendja jo e mirë. Megjithatë, në këtë komision vlerësues marrin pjesë 2 ginekolog, 1 psikiatër ose psikolog edhe 1 anesteziolog për të vlerësuar gjendjen edhe për të dhënë lejen domethënë për ndërprerje. Në raste të tjera, domethënë, nuk lejohet ndërprerja e Shazanis pas javës 10. Domethënë, mbi javën e 10, domethënë, edhe mund të ketë pasoja, edhe mund të ketë dëmtime të organeve gjinitale, sidomos të mitrës, dhe që mund të ketë edhe pasoja që shkakton infertilitet të pakthyeshëm të ajo paciente. Doktor, cila është mosha ideale për me mbet një grua shtatzën, pasi që e dim që tashmë koha edhe ka ndryshuar dhe po dëshirojnë me mbet shtatzën edhe në një moshë më të shtyrë? Sipas të dhënave shkencore, gjendjes biologjike edhe mjekësore të një gruaje, domethënë mosha më e përshtatshme është mosha 20-35 vjeçare. Domethënë, kjo moshë është mosha më e përshtatshme për me mbajt edhe me zhvillu një Shazani. Është edhe në aspektin hormonal, edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin psiqik. Domethënë, në gjitha këto konteste është më e përgatitur një nanë për me pas një Shazani. Në anën tjetër, nën moshën 20 vjeçare dhe mbi moshën 35 vjeçare gjithmonë ka shqetësime. Që do të thotë që pas moshës 35 vjeçare fillon mu paksu prodhimi hormonal, fillon mu paksu rezerva qelizore në vezore. Dhe normalisht që edhe mundësia për me pas Shazani është më e vështirë. Gjithashtu, edhe nëse ndodh Shazania, gjendja e përgjithshme në anës është më pak, domethënë gjendja fizike e saj është jo shumë e përshtatshme dhe normalisht edhe mund të përcjellë pastaj me probleme gjatë Shazanis. Gjithashtu, edhe problemet kromozomale që lidhen domethënë te fryti, probleme gjenetike të frytit mund të lidhen edhe rritën, domethënë me rritjen e moshës. Mbi moshën 35 vjeçare, shansat janë më të mëdha për me pas probleme gjenetike për frytin. Domethënë, me qoftë me një sindrom të ndryshëm, që në fakt rritja e moshës e rrit edhe shansën. Po tek ato gra që kanë dëshirë të mbesin shtatzën dhe nuk mujnë në atë moshë, si e komenton këtë? Normalisht që nëse është mbi moshën 35 vjeçare, atëherë normal që duhet të vlerësohet gjendja e rezervave qelizore dhe nëse ato rezerva qelizore kanë rënë në nivelin e caktuar, që përcaktohet në bazë të prodhimit hormonal, atëherë normalisht që ne orientojmë në një rrugë tjetër të të Shazanis, me qëllim domethënë të trajtimit të infertilitetit me anë të procedurave të in vitro fertilizimit, që është IVF-i. Por, nëse është në moshën 35 vjeçare deri në moshën 20 vjeçare, që në fakt është intervali më ideal për me ndodhur Shazania, atëherë normalisht që nëse për një vit çifti provon për Shazani dhe nuk do Shazania, atëherë
hinë në grupin e çiftit me probleme të infertilitetit. Që do të thotë që duhet të hulumtohen disa faktorë të infertilitetit. Faktori numër 1 gjithmonë në çift është faktori mashkullor. Vendoset numër 1, që në këtë rast normalisht që kërkojmë të bëjnë një vlerësim të prodhimit qelizor, domethënë të mashkullit. Në rastin konkret e kërkojmë një spermogram në të cilin vlerësohet lëvizshmëria, numri i spermatozoidëve, forma e tyre dhe normalisht nëse këto janë gjithçka në rregull, atëherë fillojmë hulumtimet të gruaja. Dhe në këtë rast të gruaja hulumtojnë 4 faktorë tjerë. Domethënë 40% të infertilitetit në çift është pjesa mashkullore, 50% është pjesa femërore dhe 10% konsiderohet si infertilitet i pashpjegueshëm. Në 50% femëror hulumtohen 4 faktorë. Faktori është faktori cervikal, është faktori mitror, kur shikohet mitra nëse ka formë të rregullt apo jo, apo kemi anomali të mitrës, apo kemi ndonjë tumor fakt. Pastaj e kemi faktorin ovarial ose qelizor, ku shikojna vezorët e asaj gruaja a kanë sasitë mjaftueshme të folikulave, sepse mundet me qenë edhe mosha dhe më e re, e cila mund të ketë mungesë ose prodhim të pak të qelizave, dhe mandej e vlerësojnë edhe faktorin tubar, ku vlerësojmë kanalet, a kanë kalueshmëri të kanaleve apo nuk kanë. Nëse gjithë këta faktorë janë në rregull, edhe të burri, edhe të gruaja, atëherë është një infertilitet i pashpjegueshëm që hin 10% të rasteve, ku gjithçka janë në rregull çifti, mirë po nuk duhet shazania. Në rastin e tillë, normalisht që më tepër ndikojnë faktorët stresogjen, informatat jo të mjaftueshme, domethënë të çiftit për kohën kur duhet të provojnë për shazani, mandej presioni psiqik që ata kanë, apo ndodh shazania apo s'po ndodh shazania është një faktor tjetër, domethënë që në fakt janë më tepër faktorët e stresit të cilët e pengojnë këtë si proces. Po, se shpeshherë kemi dëgjuar edhe që më shumë ja lën fajin njëri tjetrit ose burrit, po edhe më shumë gruas. Jo, nuk mundemi me thonë, sepse statistikat botërore dhe vendore thonë që infertiliteti 40% është mashkullor, 50% është femëror. Shumë herë në disa vende edhe e barazojnë 50-50. Por problemet duhet të hulumtohen në të dy rastet, edhe të çifti, edhe të burri, edhe të gruaja. Se në fakt probleme mjaft kemi edhe të burrat, që në fakt për atë arsye jo që na e kemi vendosur, por organizatat botërore të shëndetësisë e kanë vendosur numër 1 faktorin mashkullor. Prandaj duhet hulumtohet fillimisht mashkulli, të shikohet morfologjia, prodhimi, numri i spermatozoidëve, pastaj të kalohet te gjinia femërore. Doktor, si mund të ndryshojë jeta e një gruaje shtatzën? Në fakt, në momentin që ndodh shazania, për shkak të ndikimit hormonal edhe rritjes së prodhimit hormonal të ajo grua, normalisht ndryshon i gjithë sistemi i organizmit. Do të thonë, të gjitha sistemet, duke filluar nga sistemi urogenital, ku ndryshojnë sistemi kardiovaskular, sistemi tretjes, sistemi të menduar dhe gjendja emocionale, sistemi lokomotor, do të thonë të gjitha sistemet në organizmin ndryshojnë veprimtarinë e saj, e tyre. Dhe në këtë rast, edhe të gjendja komplet dhe gjendja e përgjithshme e asaj gruaje ndryshon. Andaj, duke u bazuar në këto, gjithmonë unë ju them që të kenë shumë konsiderat për një grua që ka filluar një shazani dhe të mos marrin shumë për bazë gjendjen e saj emocionale, reagimet e saj të ndryshme, sepse janë gjendje jo e zakonshme, mos të them jo normale, por jo e zakonshme për faktin se ndikimi i madh hormonal ndikon edhe ajo të mos jetë në shumë raste vetvetja. Andaj, kjo gjendje normalisht që është pak shqetësuese, se në momentin që ndodh shazania, përveç gjendjes ndryshimeve që ndodhin, edhe aspekti emocional dhe mënyra e menduarit ndryshon. Për shkak se ndryshon rritet stresi se si do të vazhdojmë tutjes të shazania, pastaj në çdo gjë që bën në përditshmëri ajo grua, ka me mendu në aspektin e zhvillimit të shazanisë se çka po ndodh me ato. Dhe normalisht më së tepër kemi probleme rreth tretjes, për shkak se pjesa më e madhe e shazanave në fillimet e shazanisë kanë
një vjellë gjatë shazanisë, që ne quajmë si hiperemiz në shazani, që në fakt përveç që vjellin, do të thonë, nuk arrin as me marr edhe pjesë më të vogla të ushqimit, dhe normalisht që vetëm me mendu për ushqimin ato i krijojnë një vjelli, do të thonë një epër me vjell. Dhe në këtë rast shumë herë vinë pas një periudhë kohore kontrollën e radhës dhe janë të shqetësuar se çka po ndodh me foshnjën, për shkak se ajo ka vjell, do të thonë prapse veten e vet e lën me një pozicion këtë anash, duke u koncentruar në gjendjen dhe zhvillimin e frytit. Dhe kur shpesh ju themi se është duke përparu shazania për 2 ditë më shumë, do të thonë ato befasohen për të mirën këtë kontest, dhe thonë se çka po ndodh. Duhet të kemi parasysh që në momentin që ndodh shazania, organizmi i një nane koncentrohet edhe qet në rend të parë shazanin. Do të thonë edhe produktet ushqimore që mbledh, do të thonë, gjitha ato i atribuohen fillimisht zhvillim, do të thonë në drejtim të frytit, pastaj çka mbetet për nanën. Dhe në këtë rast, për atë arsye shumë herë unë ju them nanave që beba nuk mbetet asnjëherë keq për ushqim, nëse ju nuk ushqiheni mirë. Po ajo mbeteni si organizëm keq. Prandaj ne gjithmonë i rekomandojna edhe preparate multivitaminoze për faktin që me mbulu ato nevoja që mund t'i paksoj, do të thonë, vetë shazania të nana. Po në rastet kur kanë gjakderdhje, dhe a janë të rastet shpeshta këto, pse ndodhen? Çdo gjakderdhje në shazani, do të thonë këto zakonisht ndodhen në fillimet e shazanisë, 3 muajorën e parë. Çdo gjakderdhje në shazani është një kërcënim për shazaninë. Por disa për fat mirë kena mundësi me ndalu dhe me vazhdu shazanie, dhe disa mund të përfundojnë edhe me dështim të shazanisë apo abort. Abort spontan apo abort komplet, më thoni komplet. Në rastet e tilla, arsye pse ndodhin, në momentin që qeliza vezë fekundohet edhe krijohet, bashkohet, do të thonë, vazhdon të lëvizë në drejtim të kavitetit të mitrës. Me implantimin në kavitetin e mitrës fillon më zhvillu qesja e shazanisë, apo ne i themi qesja gestative. Në momentin që fillon më zhvillu, filloj më fut enë të gjakut edhe më lidh me mitrën, me kriju, sepse në momentin që vendoset në mitër, ajo fillon me zhvendos enë të gjakut në drejtim të mitrës, që në fakt me marr materie ushqyese. Dhe tash ka prej aty në enëve të vogla kapilarike që mund të rupturojnë apo të qahen, edhe atër krijohet një gjakderdhje e lehtë aty. Por nëse ajo gjakderdhje ajo mund të kriju për një moment dhe mbetet. Nëse ajo gjakderdhje nuk rritet matutje, mbetet si një tip hematome, atëherë ajo mund gradualisht të zbrazët edhe që të cubo gjendja dhe vazhdon shazania. Por kur ajo nuk ndalet edhe vazhdon me gjakderdhje ende, gjakderdhja pastaj e zhvendos këtë e shkolit shazaninë dhe vjen deri te ndërprerja apo aborti. Po, doktor, të ndalemi pak të një pjesë tjetër. A ka raste të cilat kërkojnë më shumë të lindje me operacion se sa me lindja normale? Dhe si e komenton këtë prej këtyre 2 lindjeve, cila mund të jetë më e mirë edhe për shkak të gjendjes së pacientës? Si lindja normale, si lindja me operim e kanë një përfundim të njëjtë, do të thonë lindjen e frytit. E gjithë çifti në përgjithësi apo nëna dëshiron një fryt të shëndoshëm fund. Se si realizohet lindja, nga njerë edhe nuk është që i shqetëson fakti. Por thjesht thot unë du me pas bebe në shnosh, s'du me pas beba diçka shqetësime pas lindjes. Prandaj ne mbetim gjithë shumë herë në një dilemë, apo edhe jemi të shqetësuar, sepse a me favorizu njërin apo tjetër. Megjithatë, gjithmonë qëndrojna pranë lindjes normale. Në momentin që ndodh shazania tutje, çdo herë, çdo paciente mundohen të edukojnë atë formë dhe të informojnë atë formë se lindja duhet të kryhet me lindje normale, me rrugë normale. Dhe duhet që ajo e bëj presion që me ajo me mendu dhe me shty të menduarit e vet në drejtim të një lindje normale. Nëse ajo mendon që prej fillimit shazanisë ka me realizu lindje normale, ajo ka me qenë shumë me e përgatitur gjatë procesit lindjes. Por, sidomos në mas javës
30 tutje, kur veç afrohemi, hymë në muajin e 8 dhe afrohemi muajit 9 të shtatzanisë, fillojmë më tepër çdo herë gjatë çdo vizite me diskutuar rreth procesit lindjes. Dhe këtë formë pacientët çdo herë kur në fillim thonë që shku me lindën. Nëse është shtatzania pa gjithmonë mendohet lindje normale. Po. Kur jemi afër terminit lindjes, atëherë duhet të diskutojmë se cila është metoda ose modaliteti lindjes, për faktin se janë faktorë që ndikojnë se do të thonë që na i marrim për bazë se a mundet mu realizu si lindje normale apo duhet shkojmë me lindje me operim. Lindja normale, unë them se nënat të cilat lindje normal janë hynesha. Megjithatë, edhe procesi lindje normale është hynor. Por në anën tjetër, shpesh them se lindja me operim është e artë. Për faktin se shumë herë neve na nxjerr për një krize, do të thonë, edhe e shpëtojmë jetë nane, po edhe jetë foshnje. Në këtë rast, kur jemi para lindjes normale, na e vlerësojmë gjendjen e përgjithshme të nanës. Përcaktojmë janë 3 faktorë të lindjes. Faktori numër 1 është, do të thonë, faktorët të cilët e përcaktojnë procesin e lindjes. Janë forcat natyrore të lindjes, ku nëse i shikojmë nëse këto forcat natyrore të lindjes i përcaktojnë muskujt e barkut, muskujt e diafragmës edhe mitra, muskujt e mitrës. Nëse nuk ekzistojnë këto forca, nuk mundet të realizu një lindje normale. Përveç forcat natyrore të lindjes, kemi objektin e lindjes, që është fryti. Nëse fryti nuk ka pozicion të rregullt, nëse fryti është me dimensione më të mëdha se sa kanali i lindjes, nëse paraqitja e frytit nuk është normale, atëherë dhe nëse në këto raste normalisht nuk ka mundësi të realizojë një lindje normale. Por kemi edhe faktorin e tretë që është kanali i lindjes. Nëse kanali i lindjes ka qoftë një tumërfak, qoftë një devijim, atë normalisht nuk ka mundësi të realizojë. Ta 3 faktorë nëse janë të përputhur njëri me tjetrin, nuk realizohet lindje normale. Dhe në rastet e tilla, ka raste kur i themi pacientës ende pa filluar aktiviteti i lindjes se ti nuk punesh me lindje normal, ti duhesh shkosh me rrugë operative. Mirë po, kemi raste kur gjithë ta faktorë janë në rregull, pacienti ja futet në procesin e lindjes dhe kalojmë deri diku afër lindjes, por nuk mund të e shohim se procesi i lindjes nuk realizohet, kemi një ose vujtje të frytit, ose një lëng i gjelbërt, ose nuk zbret koka në kanalin e lindjes, atë normalisht në ato raste ndryshon modaliteti i lindjes dhe duhet shkojmë me lindje me operim. Dhe shpesh na bëhet pyetje neve e pse prapë na futni në lindje normale kur nuk po shkoj. Është e pamundur me e përcaktu sepse me pas një formë të përcaktimit sakt se si ka me shku procesi i lindjes, atëherë ne nuk kishim futur hiç në proces lindjes, ato lindje dhe normalisht kishim shku në rrugë operative megjithatë, të rastet për shembull kur këto pozicione nuk janë të rregullta, kur pozita e frytës është e rregullt, kur kemi një placent të vendosur jo normal, kur është e nxenë kanalin e lindjes, apo na rrezikohet gjendja e frytit diçka, ose kemi një çakderdhje, normalisht që pa hezitim e çojmë direkt në lindje operative. Megjithatë, i kanë edhe përparësitë dhe mangësitë secila prej procedurave. Lindja normale dihet që është një proces normal, vetë fjala normal në kupton që është më e mirë dhe është më e përshtatshme për një pacient kur ka mundësi me realizu lindje normale. Megjithatë, në këto raste nana pas lindjes e merr veten shumë më shpejt, domethënë sepse që të nesërmen ka mundësi më kujdes për foshnjën edhe lirohet më njëherë nga spitali. Pastaj nuk ka një rrezik për një infeksion të mundshëm, domethënë ajo është mas 10 ditëve që është gjithçka që sigurt nuk ka lind fare. Foshnja gjatë procesit lindjes ka mundësi të ketë disa benefite, të cilat janë për shkak të presionit që bëhet te foshnja, ka mundësi që ato hapësira sekrete të ndryshme në hapësira që ndodhin qoftë në kafshë, qoftë në rrugë të frymëmarrjes, pastrohen gjatë presionit edhe beba fiton edhe një lloj imuniteti për shkak të bakterieve të mira që emergjin në kanalin e lindjes gjatë procesit lindjes. Por në rastet kur kemi diçka rrezik për frytin ose për nënën, lindja normale gjithmonë, lindja me operim gjithmonë na ndihmon edhe
është mirë që ekziston si procedurë për faktin se me lindjen operative, për shkak, vetë lindjes me operacion kanë shpëtuar shumë jetra të foshnjeve që kanë qenë në rrezik dhe jetra të nënave. Prandaj edhe si procedurë unë gjithmonë apeloj që si procedurë mos ndodh vetëm për çështje dëshirash me zgjedh procesin e lindjes me operacion, por që në rast kur ka indikacion është zgjidhje mjaft e mirë dhe është shpëtuese për në atë moment. Doktor, si e komenton pjesën kur po ka më shumë kërkesa për një lindje në spitalet private se sa në ÇKK? Sigurinë shëndetësore ndihmojnë pacientët që janë shumica me sigurinë shëndetësore zgjedhin një institucion privat për të realizuar lindjen. Kjo për faktin se frekuenca është më e vogël në spitalet private edhe shanca, e kujdesit mund të jetë më e mirë në këtë rast. Për shkak se ato posedojnë një dhunë vetë veçantë dhe kanë mundësi të e kanë banjën e vetën, aspektin higienik e gjitha. Tani për tani në klinikën e ginekologjisë, në ÇKK, dhe 2 repartet që janë pas lindjes janë mjaft me infrastrukturë moderne, secila ka klimatizim dhe përshtatshmëri, secila dhome ka banjën e vet, tash që bën renovim i ri dhe normalisht që vetëm se është shumë normale që në vendet ku ka frekuencë shumë të madhe dhe mund të mos ketë mjaftueshëm kualitet sa përket qoftë higjienës së diçka. Përndryshe, në aspektin e dhimbjes edhe si procedurë, është si procedurë e ngjashme kudo që realizohet procesi i lindjes. Por që në institucione private edhe mund zgjedhet modaliteti i lindjes edhe në farë forme ka një farë autonomie pak më të madhe vetona. Doktor, për fund deshta me të pyet edhe si mund të përballohet një shtatzani në moshë të re, duke pas parasysh paragjykimet që mund të bijnë, përgjegjësia e saj, karriera e saj? Në fakt, këto janë problematika përveç aspektit shëndetësor, shqetësimet janë edhe këto pjesa tjetër, që presioni shoqëror që mund të jetë mosha, stigmatizimi i vetë pacientës, mandej pengesa e shkollimit të pacientës, sepse një pacient e cila lind në moshë të re, normalisht që nuk ka mundësi shumë të përkushtohet edhe zhvillimit karrierës saj. Dhe automatikisht me këtë ne ndikon pastaj në një shoqëri më pak të zhvilluar, sepse ku nana nuk është mjaftueshëm e edukuar dhe e shkolluar, nuk ka mundësi edhe të edukoj dhe shkolloj pastaj edhe brizat e ri. Dhe kjo është një ndër shqetësimet, që ndërlidhen përveç aspektit shëndetësor, të ajo nanë e re që ka lindur moshën 19 vjeçare. Flasim sepse mbi moshën 20 vjeçare është moshë ideale deri në moshën 35 vjeçare që thamë. Po, doktor, faleminderit edhe një herë shumë që gjete kohë të jesh pjesë e emisionit Doktor Plus dhe për këtë këto këshilla dhe informacione që i dha për shikuesit tanë. Faleminderit edhe një herë që për ftesën. Gjithmonë kisha dhënë si mesazh për gjitha nanat që të mos lejojnë shazanin mbi moshën 35 vjeçare, mundohen të krijojnë një shazanin moshën ideale, që është mosha 20 deri në moshën 30 vjeçare, dhe normalisht nanën tjetër një mesazh për krejt shoqërinë që të mos i marrin shumë për bazë gjendjen emocionale të një nëne që është në shazon, sepse ndikimi edhe gjendja emocionale nuk është e zakonshme, është më ndryshe se sa që ka qenë jashtë shazanisë. Doktor, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale. Natën e mirë dhe mirupafshim.